zanësu, ajo është e padiskutueshme. Dhe ku ndë çfarë mase edhe kur, që ta eksperta që pingojnë plot podcasta, po thojnë 3 vjet, njoni thë ke atë skenari ma i frikshëm në 90% papunësi. Po. Kjo mas e ndryshon krejt lojën, adin. Qysh kanë fitu që ta pasanikat, se te dush me pas pare, mas ne me ble diçka në Amazon, me ble këpuca, me ble kësi. Këtë rendi... Dhe këtë rendi botënor, qysh ka me ndryshu, a ka më zhduk parja mas ne si koncept. A kemi më këthuj të diçka tjetër? Një pagë universale, të tonë më pagu një soja, a ka më shu uria dhe skamja në përbot, kërkush së të ditë. Harari e thot shumë mirë, thot për herë parë në historitë njerëzimit. Njerëzimin nuk e din që ka më ndodhë 20 vjetashme. Po ndodhë diçka shumë e parashikueshme. Për herë parë në historitë njerëzimit, teknologjia o rast në një pjesë ku ma herët kërkush s'ka mujt me prejkë, që është kreativiteti. Shkrimi, arti, muzika, dizajni, piktura. Që të nënkon një pjesë e madhe e shoqënisë, në të cilën është gjënë qmu do sene, cilat tash fup na heki piloje. Po na heki piloje. Mas një ku janë arkitektat, avokatët. Gjitha profesion. Doktorat. Valojnë që GPT-a për me apë ka njerë diagnoza ma njëjtë. Nuk po thëmë zanësion e doktorin, po unë po folën e që GPT-in, po shkoj të doktorin. Për shmangë vëzit. As doktorin mos po thët, se kur këshëshë në Google, the ka hile në Google me këshyra, kur për thu fola me që GPT-in, po dhët po pretë se edhe unë jem të folë ka pak me to. Edhe